Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi edhe kësaj të martë të dashur miq të televizionit Syri dhe ju adhurues të emisionit Një jetë në një orë. Edhe këtë të martë jemi bashkë për të risjellur një tjetër histori personale. Si gjithmonë të martave takohemi, sjellim njerëz nga pozicione të ndryshme, të cilët në këtë koltuk të kësaj studio flasin gjëra të cilat nuk i kanë folur përgjatë rrugtimit të tyre jetësore profesional. E këtë do ta bëj edhe sot i ftuari ditës së sotme, një personalitet të cilin ndoshta e keni njohur përmes shkrimeve, por sot do ta njohim përmes një dimensioni tjetër, një veteran i kulturës, arsimit, çështjes kombëtare, ish i burgosur politik, një njeri me shumë vlera njerëzore, humane, pedagogjike dhe mbi të gjitha një njeri i cili diti të kontribojë dhe të sakrifikoj edhe në luftën e fundit. Është ky zotriu Hysen Tahiraj. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se gjeta, ju faleminderit për kohën. E deshta në mas pari të bëj një përshëndetje për teleshikues tuaj, se kjo hera parë që po. Me shumë kënaqësi. Më vjen shumë mirë që e gjete rastin që të gjesh një mësues që i lonin në pension në përdin e nuk mujt mu kontaktu me publikin. Respekt dhe lavdi për të gjithë të vrarët, të përsekutuajt politik të gjitha gjeneratave, qofshin për herë banorët historisë së lavdishme të kombit tonë. Dhe në fund porosia ime që mos ta harroj për fund për të kryj këtu. Edin Mehmetit. Thot pash rinin, pash ti me pleqërin, mos e vrani lirin. Këtë e ka thonë në mitingun në gjarat historit. E ka me him qysh atëherë, prandaj ju kisha lutë të gjithë dhe kudo që shkoj e përdori si him, pash rinin, pash ti me pleqërin, mos e vresni lirin. O sa e bukur. Faleminderit për këto fjalë që i risolle e gjithsesi edhe këtë fjalë himnizuese që ju e keni të Baclokut. Baca Hysen, ne sot do t'jemi me fotografi, sepse kështu e do rutina këtij emisioni. Do të kthehemi në kohë, në retrospektive dhe do të flasim për shumë gjëra të bukura të cilat ju kanë shoqëruar juve. E aq më mirë siç e thatë edhe në fillim të këtij diskutimi që një mësues i kohrave të vështira të fletë dhe ta kthen retrospektiven e atyre kohrave. Pajtor që ta nisim diskutimin me fotografinë e parë. Gjithsesi. E ne do ta kemi në dispozicion fotografinë e parë, një fotografi që rëndom nis me njerëzit më dashur. Pse është e rëndësishme kjo fotografi për ty? Është e rëndësishme se baboj ka të shigu shtëpinë e madhe të Risadikit për 50 antarëve. Edhe nëna gjithashtu i ka ra hise që t'jetë në shërbim të gjithë antarëve aty. Megjithatë ka gjetë kohë me na shkollu me punën e vet, e t'ju tregoj se është shumë gjatë kjo, gjithë verën kem shku në Bjeshk të dajve atje, kem lidhë Barnica, që në fund verës me pas paret me shkollu mu një herë, pas taj vllazit. Vllazit i kom shkollu mas nej vetë. Edhe baba gjithashtu por ka qenë i angazhu me punë shtëpiake shumë plak i urtë, shumë dashamir i shkollës, po edhe punëtor i vyshëm. Si është të jetosh në familje 50 antarësh? Çfarë kujtimesh mban nga ajo periudhë? Unë të thëmë për fshatin Mazik që është 16 km larg qendrës komunale të Qalit, e izoluar nga ajo, po mirë po fshat me plot edukat, me plot sjellje, me plot punë, me jetu me njerëzin e vet, edhe me shku në harmoni i gjithë fshati, është vështirë me gjetë ashtu. E ky ka trashëgu Risadikin që ka qenë kryetar i familjes që jo që është vetëm ai, po ka pas harmoni edhe dashni në mes vetit e gjithë antarëve. Natyrisht. Kështu që ka qenë shumë shtëpi mirë për atëherë. Ti personalisht, si ishte jetesa aty? Çfarë mban mend? Unë mbaj mend qysh Reza Sadiki ka qenë shumë njëri i afërt me gjithë antarët familjes, thosë është ndaj pedagogë si diçka tjetër. Mirë për pak u prish shanpromi me të se mësoj shanpromi shumë me dhomë, me vajguri, e the ke po dënë me nafik me e ke shpenzuar, a? Po, ashtu ishte. Po, kalojmë te fotografia tjetër.
Kujtimet e bukura. Çfarë është ky Ky është trung trungu im familjar? Sa i bukur duket. E këte kom vizatu vetë, edhe kom qenë në Finlon të djali, kur mu ka kujtu edhe mi ka gjithë materialin, e kom bo atë, edhe kom rujt, e kom sjellë këtë. Trungu i familjar nisem pe Dodoruqit, nisem për pjetë, dodat e maznikit, ta e doda, syldoda, e kështu më ranë, dhe këtej të djali jemi fundit në altë. Sa vlerësoni se është i rëndësishëm trungu familjar, që të ruhet ai institucioni i familjes së ndër vite, ju si krijues, si pedagog, si edukatori shumë gjeneratave, me siguri ju ka rastisur të edukoni edhe gjeneratat në këtë drejtim. Po si jo, tash si fëmija, si në zonë, po se din historinë, ka ardhë, nuk mundet me përjetu edhe që duhet, nuk mundet me perceptu ato. Prandaj, unë thasht ju ljonë të trashëgim djemve edhe vajzës, që ta din kush ka qenë, që ka nërë në çdo etapë të jetës së vetë. Apo ruhet sot, me qeni në mosh, po ruhet sot trungu familjar përgjithsisht në Kosovën tonë të pas luftës? Po ruhet, por ka hum pak dashnia dhe ka hum respekti ka. Se familjet s'po kanë kohë të merren me fëmijë, shkolla është e caktuar ka me shku, edhe kështu që fëmija po jetë pak jashtë dorë, jashtë. Gjë që kemë për detyrë me punu edhe shkolla dhe familja, të jemi bashkë edhe ta kemë një fëmijë të edukuar mirë. Faleminderit. Do të kalojmë te fotografia tjetër? Ky thash është Riza Sadiki, kryetari i këtij familjes. Shtëpia ishte 2 katëshe, përmi 60 metra, edhe këtu ka qenë hymja e odës burra në altë, ma thellë mes ka qenë oda e grave. Atje kanë jetu gratë në veçantë me moshkujt mirë, po kanë pas kushtet ideale edhe për aty. Sepse kanë qenë punëtor këta prindet, edhe ky ka qenë organizator shumë i mirë i këtij familjes. Cili ishte statusi i familjes suaj? Flisnin meshkujt apo gratë? Aso kohë? Thash, në atë kohë, ma shumë gratë jetonin në odën e vetë, oda e grave, e në fund, në katin e poshtëm kanë pas shtëpinë ku pjekshin bukët e ato, mirë pak kontakte kanë pas me burra, ndërsa burrat kanë qenë në odën e burra, që kjo kretë është odë, edhe kanë qenë shumë në nivel. Unë që ditëm sot qysh 50 antarë e ndëgjojnë që a thot plaki. Mirë po, kuj ndëgjojnë të edhe të rritë, fëmijët, sot do i vogël me konë. Dikur në odë burrash njëri ka folur e të tjerët kanë dëgjuar. Edhe nëse nuk ja ke qëllu çfarë të flasësh në odë burrar e ke marrë edhe ndëshkimin, apo? Po, shiqo, unë po thëmë se kuj kanë dëgjuar edhe plestia që kanë qenë plesht edukum, i kanë dëgjuar edhe fëmijët. Po të rëgojnë vetëm një rast kur një plak i ka thonë fëmijës, merë me pak prosh ma qënë në odë burrave atje se 3-4 është në altë shtëpia. Çka bon? Thëtë bërbabi ku me shku 3-4 me gjithë dishka, atër nuk ishim kacinja me qitë prushin. Thëtë shumë letë. Djali thëtë, merë me pak hiqit ma në grësht, edhe dëgaca, edhe të shkoj shpejt që në stufat e në 3. kat. Në alët plaki, thëtë gabim mes me ndëgju edhe fëmin sa do i vogël si tjetë. Kur që kësha ndëgju këtë mënyrë. Kjo histori shumë interesante. Do më thënë kanë respektu edhe moshën e njore, kanë lonë me folë, por mirë, jo mu shfrenume. Natyrisht. E pas kësaj foto me shumë kujtime, kalojmë te fotografia tjetër tash. Ish kjo vite 73 kur dolen punë mas pari. Mas pari në shkollën e Zhebelit këm dalin punë. Mas neje hap filo, hap mazdeka dhe paralelja e 3, pas taj e 4, kështu me rëndë. Aty kom fotografi vite 73. Si ishte puna juaj në këto kohëra? Si duke një klasë mësimore aso kohë? Po, aso kohë, na i kishim 53 vjetë më parë. Po, unë po të rëgoj se për më shkollu, unë është dasht me shku me flajt në ofër qytetit të mistë, që kishim ofër stelë se atje edhe Carabreg, po mirë po të honën vetëm një rast të rëgoj, që gjenerata leta dinë. Jëmë qunë nga Mazniki, ku morë ushqimet për një javë ditë me veti, edhe më shku kom pej Maznikin Deçan, ajo është 16 kilometra. Pej Deçanit kom hip në autobus, kom shku në pej. Pej në Vitimëric kom në ora 8:30 mësim
në vetimërisë normale Ali Kelimani. Gjithë këtë rrugë. Gjithë këtë rrugë merrni me mend se jam qenë me mëngjes tash për më shkuën 8 atje. Kur u them shokëve ose mësuesve të tjerë, sot është e çuditshme, ose fëmijët e mi. Ishte një elan për me dashur punën. Sigurisht e kisha vendosur se në Maznik ishin më shumë se 90% e njerëz të pa mësuar alfabet, domethënë analfabetizmi ishte prezent. Kështu që feja atëherë të kem filluar me mushtu njerëz që e dinë alfabetin, që dinë diçka, mos japin me në shkrim sikur për punë. E bëje me dëshirë këtë punë për kundër vështirësive? Shumë e kisha shumë me dëshirë, edhe më dëshin prindet edhe nxënësat. Merrni me mend unë në Maznik atëherë edhe gërshon nuk kishim. Çdo të premte Mazdite i qesha fëmijët nxënësat e mi në shtëpi shkojshin vetëm për të pastruar. Kështu që e bëje edhe këtë profesion? Edhe këtë kom bën në stallën e drumve, i kom pas gërsheret edhe kranin për çdo javë. Edhe po mirë po, në gjatë punës time kur s'jam vanu. Kur nuk jam vanu me shku. Nxënësit kur nuk më kanë prit mua, po unë i kom prit ata. Kështu që kom punu për 46 vjet, pa asnjë mungesë. I kisha të shënuar me 4 mungesa për 46 vjet. 4 mungesa për 46 vite punë. Në 2 javë kur vim nëse flasim të Imeralia drejtor, jam shku 2 javë se vdekjes i kam pas, në mëngjes jam shku, e kom gjetë njerën me më zavendësu, ja kom dhënë plan programin, atë jam shku në varrim. Çfarë përkushtimi maksimal. A do doje të ishin edhe mësimdhënësit e sotëm kështu si ju? Po, unë në 2 javë që kom punu me kolegët mi e me mësuesit që shumë nivel kanë qenë, më kanë dashur edhe më kanë ndëgjuar ndonjëherë kur vetë ju kom pak i nashte ja kom të provë, shumë në farsi edhe kem pas bashkëpunim shumë mirë. Sidomos me një Fadil Gaxhirin gjuhë shqipe, me drejtorin këtë edhe cikli turp, njerëz shkojshin më herët, bashkoheshin edhe në një pengesë që kishim mësim. Me te kalu bashkë. Sa e bukur, kalojmë te fotografia tjetër, nxënësit. Këta ishin nxënësat të shkollës Maznikit. Në gjoni ishte shkolla vetëm 2 dhomë, se punëshin 3 ndrime. Ky ishte përgjegjësi i shkollës Recep Berisha, e djali Rambinokit Dashinovci të quajt. Që aty dikun nëse gjojmë baba i herojt popullit nga Vranoci, Recep Krasniqi, Ardian Krasniqi kem punu 15 vjet me to. Ai s'ka pas çore djali Ardianit pa shku në luftë, pa bu pi babës vet, si ka pa edukuar, ka pa. Besoj fotografit me nxënës janë kujtimet më të bukura të mësimdhënësit. E shoh edhe atë vetë ndjesinë e mësimdhënësit, sikur është një fotografi që të kthen kohë edhe kujton sa shumë janë rritur e sa të mëdhej bëhen nga viti në vit. Ndan kujtimet mira me nxënësit ti? Shumë. Ju nëse shkoni ndonjëherë në dyja, kërko ditarin tim aty. Për çdo klasë në fillim faqen e parë është fotografia kolor sikur kjo, edhe shkruar me datën. Domethënë si ta sjellësh ditarin e gjon ato. E ke vendosur vetë atë? E kam vendosur vetë ato. Kështu që kam punuar edhe më kanë dashur edhe shkolla, edhe më kanë dashur prindët të gjithë. Pastaj ju kom pohojnë mas luftës, edhe në dojak, 20 vjet këtu kom punuar, 26 atje, edhe një Xhebel. Tajer Bakollit në qenë didaktike, kom bashkëpunu shumë me ta, shumë seminaret ndryshme, trajnime, pastaj edhe me qenë didaktike të pjesë kom bashkëpunu, kështu që kom qenë me plot kënaqësi me punu edhe me vepru me nxënësa edhe me kolektiv. Çka me gjithë këtë rrugtim profesional, çka janë nxënësit për ty? Më të thonë si nxënësit janë çdo gjë për mua. E shiqo, kur në klasën e 4 e kom mësu vajzën teme 4 vjet. E kom harru vajzës me dhonë një fotografi që e kem pas vit, që i kom dhonë tjerve, e kom dashur më shumë ata tjerë se sa vajzën teme. Sot ajo është profesoresh anglisht vajza, sot më thotë qysh bo, i ki do nxënës tjerë më shumë se mua. Çdo gjë. Këtë ma ka thënë edhe mua djali im. Nxënësit tjerë po i toleron e mua jo. Masi jem që tu më stharoj me të regu në Maznik me 40 nxënësa.
Hynë vitet 90, i konë shumë zëshme për... Shtira, për... Hynë policia, si na vendosim me punu në shkollë, edhe rojen me bon katun. Edhe bon rojen, mirë po policia që kanë arë, milicia e kanë arë për rrugë dytësore, e kanë arë në për shkollës 3 policë. Njonin ka hinë orë, e 2 kanë rrujtë aty. Dhe që ka ndodhi pastaj? Edhe pastaj ndodhi kështu. Thëtë maja, zbërte fotografinë e kem pas edhe të Brajam Rogos, po kem pas edhe Skënderbeut atërë. Po. Zbërte i qashtë, thashtë Skënderbeut. Zbërte e shqilmova, spranova, ama plani servis s'kem. Tha, ama ditarin, e kapi ditarin me shky, atërë unë u këtë safyte me të, ja heka ditarin, u këtë safyte me të. Atër isha ma ishtosh se aje edhe ma i zoti, kështu që mujta me rëzuate, me godit, po në zonë sa të të merunë. E hapën dritarin e dullin nga dritarin e vrape, ishin prindet afre, erdhën gjithë aty. Atër u bo problem. Ajo u në rëzuk, tha adë mas me je, thash ja zvikur as nuk, njo mo kush je. Thash mi trajnove fëmin në zonësët, edhe i piskatën, edhe prindet, a i ikin 3 polist, ikin edhe. Dhe më thonë, s'mudhim ka as jeta për në zonësët, për shkollë, Sa shumë keni sakrifikuar ju dikur me që keni pasur ditari në duar. Kalojmë te fotografia tjetër. Tash thunë Dujaka, po? Një që drejtoreshin e arsimit. Po, Dianën, drejtorin e shkollës Dujakës. Kjo është klasa e vitit 2015, ku kom fitu një garë Kosovizion, kontest vendin e parë në Gjakov, mas në një vend 3, prapë në Gjakov, vendin e parë në Prishtinë, shkolla Milenium që konë atje, e kom fitu klasa me orientim kanzonësit. Klasa ma mirë, vendin e parë e kem fitu aty, edhe vendin e 3 prapë që aty, se mësuesi arsimtari ka bashkëpunu me nëzonë, me prindet. Edhe prindet kanë arë, e kam një orë të inqizumi, se edhe prindet kanë qenë në orë të më thënë ti, vazhdimisht doje të transformosh edhe klasën brenda orës mësimore. Se në klasën time të ashtë që përshkruat teatri kukullave atje. E kom pas teatrin e kukullave, bibliotekën e klasës, pas të 2 gazetet murit, edhe 2 tabelet bardha, edhe mjetet gjitha audiovizuele i kom pas në to, në 4 grupe kanë qenë në zonësa, kanë qenë 24 në zonësa. Kanë qenë klasa ma mirë kur se are ke gjeneratë. Sa kontribut i mirë. Kalojmë tutje? Kështu be kolega, po? Kjo është kolektivi i shkollës Dujakës Fanoli. Po. Shumë mësues nivel edhe punëtorët e shokët e të gjithë ato, sidomos drejtori shumë punëtor i mirë. Më trego, Baca Hysen, sa është e rëndësishme në një vend ku punon me pas një bashkëpunim kolegial, të ndërsjellë, që secili më dhën diçka nga vetja që transformimi i përgjithshëm i shkollës të bëhet prej atyre që janë të thirrur ta bëjnë. Një kolektiv që s'ka harmonin mes veti punëtorë që s'kan nuk ka sukses aty. Prandaj, po flasë për Dujak, se që kanë qenë në harmoni njoni me tjetën edhe në bashkëpunim njoni me tjetën. Një gjë si që kom ditë, unë në gjuhë shqipe shpesher të Fadil Gazeri, Fadili është dikon që aty, shkoja një gjysë orë për parën, që Fadili është i treti aty, shkoja një orë për parën, që kur dalë para në zonë sa me ditë çdo gjë. E kështu që ka qenë bashkëpunimi. E sidomos i këtu në mësuesët të gjitha. Të gjitha më kanë dashur se më pas prind. Ju faleminderit shumë. Mirë njohës për të gjithë. Është kënaqësi kur edhe pensionohet njeri edhe ndan fjalë të mira prej atij vendi. Natyrisht. Kalojmë te fotografia tjetër. Një tjetër punë me nxënës. E kjo puna në grupe me nxënës. Po. Nuk është mundësia me qitë një orë mësimore për Skënderbeun, edhe një që kam incizu për vllazit Grevalla, që ditësh çfarë bashkëpunimi kanë në zonën. Kryetari i grupit e përgatit grupin sa më shpejt që me dal secili antar i grupit mos me met kurrë në zonë si dopt. Ata mu angazhu të gjithë. Mu angazhu të gjithë. Shumë mirë. Edhe qontën shiqo. Kryetari i atij grupit në hormonet që janë më mandene, qontën e zbrasin atë ditë, e mershin librat me veti, vetëm ato që kam detyra. Dhe më thonë qonë të aty në asë 1 kilogram s'ka pas, vetëm librat
ma kryesore. Ka qenë edhe një porosi e juaja kjo që Porosia, ja, po. Po, nga ajo që po thoni, po kuptoj që ju e keni pëlqyer shumë mësimdhënien e transformuar bashkëkohore për dallim prej asaj klasike. Sepse kemi ende mësimdhënës të cilët e bëjnë këtë bashkohorën, por kanë pëlqime për atë klasiken ose të tradicionalen. Jo, tash nësë mu ikim klasikes, se pejtë asaj kemi dalë. Mos për të projt, mas luftës fill, në mashtë dhonë një klasë me nëzënëse me trauma. Po. Edhe vjen GTZ Gjermoni, thëtë kush mundet me udheq me ata, ishin një 16 nëzënëse. Drejtori thëtë, janë që që ka qenë edhe vetë në luftë. Edhe më dhanë, një Endrit Rosteme ka qenë tash e konë në atë grupin e Kumanovës, masane e si o vritë, ka shku në kufi, ja kanë morë babën dorë, e tash aja kanë vra ditë nuk e divi që mos e ka po. E aja ka morë trauma qysh atë ditë. Kur mas luftë e fill, aja shkatrej kështë dhe gjënë shkollë, bëjke fjallë me dhe. Thët aja Gjermoni me drejtojnë, apo punën ti me të thash po. Po punoj, ishtë një ditë me madhonë me shku në rëgohë, me gjithat grupin atje, desha kisha me shprej empatin ndaj tina. Natyrisht. Për i thëmë në drejtë, qështu e gjendja, baba ka shku, a mundëm tash të kthejem, thëtë profesor, tha, me ty, tha, ku dush, qështë dush. Atëre ku më vazhdo. Po, pse përfundoj këtë, tash, si në qëjnë në kufi aty ku haën peshqit, një farë restauranti atje, bashkë kufi. Edhe, tha, një moment, tha, me më pritë, tha, dhe sa ta marrë stafin të, me mu stafin, po më të rëgonë, tha, qështë mësove, tha, ti, ashtë mirë, qështë e ktheva, në zonë sa ashtë mirë. Thash një më skujtoni ju që një me është Kosova, Bangladesh krejtë, se ka pas pedagog, metodicient, thash nëse kënë dëgju për Riza Bradën, metodikin që ka dhonë nësë Riza Brada, thash ka pas psikologjin feminore, e kemë mësu të rritën. Që i keni marrë me temet bazat e mësimdhënjes. Bazën me temet, tha, më falë, tha, nuk më falë me së të fëndova, tha, jo, por e kemë pas bazën aty, edhe trenimit që i patëm, edhe u bo korelacionin mes këtyne dy sisteme mësimore, si aj bashkohore, si... Natyrisht. Kalojmë të fotografia tjetër? Prap një fotografi e bukur. Shumë bukur, shumë. Ecim tutje, të shofim nëse kemi një fotografi tjetër. Qa thot kjo? E kjo, në 100 vjetojnë e shpallës pavarësisë, kemë pas dhe tyre çdo klasë me dërzu se cilën zënës ka një flamur. Qoftë vizatur, qoftë punur me. Mu me kanë punu ma shumë nenat e tyne edhe motat e i kanë sjellë në shkollë edhe vetë me to, shi që me shellë mërë me gjishta. Edhe 2 flamuj mi ka morë doja i Fatlik Lils e i ka qunë në Vlorë. Thët 2 i ka nalë atje në muze. Thët visë mos kujto se emni nuk ja u shkruj. Thët se me njështë me shkruj emna tonë atje. Ate në 100 vjetorën kanë shku 2 flamuj për klasë të emë atje. Sa e bukur. Një simbolik e festimit të pavarësisë së Shqipërisë. Ecim tutje të një fotografi tjetër sa kujtimet bukura prap janë kanë zënësit. Edhe kjo, klasa, do thonë me këtë klasë kom punu vetëm 2 vjetë, se para atë më dolen, para pensionimi 2 vjetë, ajo shkoja e generata, ma mire që konë, po edhe kjo ja kom lonë një mësu si tjetë, nuk është këtu. E kush është kjo djali? Kjo është djali në praktikë, që është ari djaks, praktikë. Tutje ecim? Pra kolektivi shkollës. Këto janë ditën që më dalë në pensionim. Si është momenti i pensionimi? Çfarë merr nga institucioni ku ka punuar njeriu me vete kur pensionohet? Cilat janë ato ndjenja që shoqërojnë në ditën e pensionimit? Po, atë ditë isha pak me emocione, nuk se u bon edhe programi mirë, edhe mas në përshumë në restorant atje. E masinjeva, ma vone kuptova se u shkputa nga një jetë, shumë jetë e mirë, më në gjitha të po duke mu për shtatë edhe asajna. Po. E more veten, u aktivizove pas taj? Po të munguan zënësit, besoj, ha? E kom pas një mësusi që nejti aty, edhe mas në i dur në shkollë Zekreja Regja, e ajo 2 javë ditë mi kam bajnë zënësat e mi, e shkova në Finland të djali, kur u ktheva, thash,
më të rego zikriore e gja më nëzonë sa të mi kujen nëse na jemi, tha më shfalë mësor në klasë tonë, tha s'ko. Sa e bukur. I mungoj njeriu të nxënësat, gjithsesi të paktën vitet e para. Kalojmë te fotografia tjetër. Ditën e pensionimit vajzat e klasë 4, që sa të rritë me janë. Sa të rritura, po? Po, të rritur shumë. E të më dhuru dhurata për edhe ata e në mërzita dhe unë e mërzita, kështu që. Po. Me gjithat kur kurëzot sukses shëmbetet ajo kujtesa e bukur. Kalojmë tutje te fotografia tjetër. Prap një program festiv. Prap program, dita festive e pensionimit tim. Po. Para se me kalu të fotografia tjetër, po du me të pyet pak edhe për përvojën tuaj si ishi burgosur politik. Më trego, qëfar? Tash une rava në sy të armikit, sepse edhe vllau ishte dënum 2 vjetë në gjykatën ushtarake në Beograd. A kemi fotografi këtu të burgosjes? Burgosjes nuk kemi, po vetë librezën antarësisë, burgosje politik. Po. Edhe policia më ranë, gjuhën dhe keme më hekë gjithësysh, ma pruni një vërtetim me 3 vjetë ku që baba i qatimi Lotini që i ka. Po. Edhe thët, meri që letër shko në del jashtë se deqani dojnë më tralë shpinë. Ki kujdes se kanë me qitë letër me 3 vjetë ku që thët ti nësohesh ku të dush jashtë. Thash asë nërman nuk o kam, me lëshunë zonësa dhe me lonë onen e kisha të paralizu me kohë më ndorë, thash, kurse si. Mirë, atëherë më dënej për marë mbajtje pa leje, gjoja që kom pasë revolin e babës. Kër dërzoha, tha ekipi babës, tha baba Qekoslovake revolit s'ka pas kur, edhe nuk e është e reje, ajo në eldon ishte. 600 dhe ma kanë bli vlazit që më pas, ja. Edhe shkoj ajo. Mas ne më thirin për në 4 vjetorë në Konstitutës Kaçanikit në zonë edhe aty, në njësë kem pas, edhe mas në ndaj në armatimi që ma gjetën herë në mronë, se vëq fillu më armatohës edhe na, 2 bushkë, që unë isha të gërë me qenë që kisha mësuar kënirë në ushtarak isha, edhe aty rinini i ushtrova i bune për asi. Po mirë, po tash të flasim për burgun atje, më mësuar në burg, më vrasën në të dhomën e ershme ishë, kur një njeri i paljoft, thash, qka ja orë, thash, që ke vrakon, tha jo, thash, e kush jeti, tha, unë jam Fatit Lila i Gjakovës. Atëherë kom najtë, aj e ka shky ato qarshafin e vetë, mi ka lidhë vërinjë si kom po shumë të shka përderë në dyqyrë të lodhëne, edhe më ka dhonë një lëngë me pi, pas në enaj ma ka lëshu krevetin e vetë poshtë, a e vetë ka dollë natë. 2 javë ditë më ka mojtë Fatik Lilja, e shoqë që ati i lumja, që kur se arroj asaj, ajo, në që dhe ushqimet, se që hajshin ushqimet, pasuli që e ktheshin aty, ma shumë se sa longë e rasojt. Pasole longë rasojt, mërë me mando. Kështë që shumë shtije për jetoha dhe atë borë i kalova, fatlikën e lash aty, e mërë shtije kodhë. Kër e erdha e gjeta, shkua në familje ti, e gjeta shpatin, e ndë lullak aty, ajo vujke, ajo lumja. Kështu që i mojti Fatik Lila 4 vjetë, por sa i fort, na ja qitëm kërkesën për zbutin e dënimit, a i tha kur nuk ja qes. Edhe që ja ka qitë sa dhe ditë kërkesën servis për më zbut dënimit. Kom vendosë. Kik se ka të regu këtu në këtë koltu ku jeni ju këtë histori. Shumë. Lika, shumë. Kalojmë tutje të fotografia tjetër. Edhe kjo ishte dita e pensionimit tim. Shumë më sovike ka qenë me prende me krejtë. Kujtimi bukur, natyrisht. Shofim nëse kemi fotografi tjetër. Klasa në vitë 72 në Maznik. 72. Vitet e para të punës, po. 92 në vërtetë. 90, po shifet këtu poshtë. 73 kom dalë në punë mas parë. 92. Ecim tutje? Zilja. Po, drejtorit ja kom lonë një kujtim e kom ble, në Shqipni e kom ble kur kem qenë, me që ka po zërën shumë mirë, thash drejtor kur më së shtëroftë ka zilën në dojakë.
Sa e bukur, veç kujtimi i bukur, a? Shumë i bukur, shumë i bukur. Mesazh i bukur, që të ketë sa më shumë nxënës edhe të singëroj kjo zile që është, besoj, e përditshme për secilin mësimdhënës. Kalojmë te fotografia tjetër. Prap që ka asaj atmosfere. Edi, po, kolega ynë. Me pendet e të shkojës, vizitojmë muzeet, kemë vizitu shtëpin muzeu Këshin Hotit. 1943 kishte linë, por datë lindja vdekjes nuk ekziston. Shumë njeri ma, shumë njeri. Kush është ky njeri për ty? Cilat janë vlerat e tij sipas jush? Po, këtë e krahasoj me Savelecin, me shumë njerëz ngritun, si kanë ditë, po të gocimshëm, që më kundërshtu serve në çdo mënyrë. Që ti bësh, me shku më humbë kë, humbje madhe për kombin. Shumë e vërtet. Dhe kur gjendesh para një fotografie të tillë, natyrisht në mendjen e gjithë secilit kalojnë shumë data historike. Qashtu është. Po. Kalojmë te fotografia tjetër. Ky është kryetari i dyqanit, ish kryetari Rasim Selmani, më ka sjell ditë pensionim një mirënjohje që kom qenë punëtor i dyqanit për 25 vite. Sa janë të rëndësishme mirënjohjet për njerëzit? Dikush i quan një flet, një copë... Jo, një flet, kjo është rezultati i punës. Nëse ti ke punuar, ke bashkëpunuar, ke dhënë kontribut, atëherë, më të vërtet, dikush, kur ta merresh ato, e din se dikush pas ka pa përcjellë. Do me thënë është një kujtim që ti reflekton mbi atë që ke bërë. Tash po kthehen në retrospektivë në Erznis, shkolla mazi ka qenë paralel i Erznisit. Po. Në 60 vjetorin e shkollës, formimit shkollës, se na kemi qenë 90 punëtor në Erznisja. Unë kisha punu një 4-5 vjetë në Mazdik, pse më ka përcjellë drejtori, ma vjen mirënjohjen, tha më shkon, tha se kemi një mirënjohje punëtori më e dallun që jetë. Thash, jo marrë në 2000 nxonë sa gati ka qenë, thash, unë si më e dallun. Tha, po më shko dhe ma ka dhonë drejtori, atë kom 85, nuk e di që është ashtu. Edhe ky, ku më ka përcjellë se kush i ka thonë, ose në vendin e pedagogjik atje, edhe ma sjellë ditë në pensionim timin. Faleminderit për ti që i ka rënë. Natyrisht, gjithsesi. Kalojmë tutje? Kjo është shkolla e Dujakës, që këj park që përshini, kënë ndilojnë është ma anenaj, në Kosovë Zjo Kontest e kom punu me nxënësat mi. Ndërsa, dytën herë, e përshini drejtorët bardha të jonë. Që aty është biblioteka e shkollës, ajo ka qenë luishin ping-pong të. I thëmë drejtorit, ma lejon të aboj bibliotekë, thë po për s'ke mundësi, tha shaj që i gjojnë mundësit, kështë që në bashkëpunoha me prindë, me qenë didaktike më dha temen e bibliotekës me e bon, si ishë bukur shtire, bukur modë. Prindet e i thira, thanë, një prind, tha unë 500 euro ti qës ty. Tha më shlip të tërka, se më dushin 500 euro, 500 euro kryetarja Mimoza. Mas andaj kërë parë, se u punu mirë, 2000 euro në ka thonë kuvendi komunës për që ato. Edhe Fatlik Lila kanë zerë në prokredit të drejtori, mi kanë zerë 300 euro. Kështë që kom bon gjitha, besën nëse shkon dhe njëherë, lype atë bibliotekë, thët që i ka punu më nëzonë që i kemë punu. Dhe imberi ka... Më dhënë, dy projekte ko gjatë mdhaja ke arrit, edhe në vitet e fundit të karierës, që do më thënë aktivitetin se ke ndalu kur. Ja, se kom ndalu. Kjo është një dëshmi e mire punës suaj që keni me nxënësit. Kalojmë tutje? Kjo është Fatliki. Po qënë nga një dolli se ma ka premtu në pej, në burgën e pejës, në qëllin numër 2, dhona aty. Thash Fatlika, kemi mundësi, a thot dalim nga kjo sketer që është këtu, nga ky fer, edhe ta pim nga një kofë në gjako. Tha, këmë ardhë, keme dalë, këmë ta qitat kafe une. Kër i në dalë, më ka thirë, tha, adhe ta qes kafen si ta kom premtu. Mirë po, tha një, mos prit për me, qka, se lirohen për vetë vetës o pështirë. Aja po më delë tash.
Se tha nuk mundë me të premtu mu, ato të serbisë të kom premtu që shkon, nëse këto me u bo vetë vetja, me punu me vetën, për atë dheun, tha e kemë bukushtia. Edhe për delë që ashtu. Kurse kur nisësh në atë rrugtim, nuk ka këthim. Bukur. Kjo është liki. Po, përshëndesim edhe ne nga kjo studio. Faleminderit shumë që Likin sepse të gjithë e njohin. Mësuesi për mësuesin. Amaneti i dëshmorit, Fazli Graj. Është poezie e juaja? Po, bashkë ime, po. Pse zgjodhe pikërisht këtë poezi? E zgjodha se atë punimin ende që kom pa përfundu. Po, thash, të shpëzoj rasin dhe të që se kom apet me punu në to. Fazli Graj Qefci i kishtë qenë mësus dikun Drëninës atje, e kanë morë policia në kohën e Adem Demoqit, e kanë burgos, edhe kër është shku në burg ka thonë nënës vetë që baba i kishtë vdek, amanet nënës edhe 6 motra i kishtë pos, thëtë amanet, grune kam 7 zonë, e këshërni nëse e linë vajzë qik, në gjithja në emnin Shqipe, nëse e linë djallë, në gjithja në emnin Flamur. Kështu që shumë, përse ata emocionohën kur flasë për to, edhe e kanë mytë, e kanë me farë metodet ata e din, edhe në shpi kur kanë pru me varros, nuk e kanë njoftë antarët e familjes. Prej tortura? Prej tortura. E gruja, masandej ka linë djali. E policia kanë arrestu, e kanë shku disa herë, të mënu me ja hek edhe djale, kjo ka ik me gjithë djale ka shku në Turqi, të doja i Fazlis nga Qefci. Atje, të lujtëmija i ka qenë 2 vjeqarë, të lujtëmija kërë këthyje i djersitun edhe ka vdekin në Turqi. Imagina qëfar historie, se pas kem ditë për këtë njëri. Atë nuk e ka ditë kur pak kush, atër vendosa të shkruj poezin, po du me jaqu diqysh, nështë ta shohin familja vetë me shkru pak ma mirë, edhe me vizatu edhe pak ma mirë, ose në Facebook, ose dikun me jaqite me, nëse a mund është me lezu. Po, amaneti i dëshmorit Fazli Graj Qefcit, 6 motra e 1 vëlla, ishte familja jonë. Unë si për hasret, jetën ta qoj në burg, mazi së në gyrbet. Amanet ju motra, amanet or vëlla. Kujdesuni për gruan që shtatzan po e la. Nëse më lind qik, e mërtoni Shqipe. Nëse më lind djal, rritne me faqe të bardh. Tjetër emërtim, mos e bëni kur, vetëm e emrin Flamur. Sa e bukur. Kjo është. Ja shkrova shkrimdorës që edhe ai kishte shkru vetëm shkrimdorës kanë shkru. Shumë bargje të arrira. Faleminderit për këtë kujtim kaq të bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Qa është kjo fotografi? Ky është Fadil Vata i Samadroz Kësoreks. Pse është rëndësishme? Në 81-ën ka qenë vllai në burg me to. Fadili ashtë kishtë qenë guximtar, ashtë veprimtar, sa jo manit. E tash nëse kom qëndru në burg mirë une, e kom pe këtinaj, se kom po vetë në gjukatë ushtarakën Beograd. Kërë e kanë denua dit, e kanë lexu Ujimin në Roda, dhe ato në emër të popullit. Ky quhej sikur se me qenë farë sukse, farë federi. Thët cilit në Roda, cilit popull. Populli jem nuk më denon. Thuj popullit sërb, dishka tjetër. Ullë e ullëshin. Kanë shku 10 minuta, nuk kanë mujtë me vazhdu gjyqin pa fshinjat fjallë, pa thonë Ujimin në Roda. Se s'ka pranu, s'ka liu hiq. Edhe në fund e kanë denu 9 vjetë. Masa nëjnaj e kanë morë pej burgit, e kanë që në spital ushtarak aty, e kanë bo operacion, e pas kanë nëzit, një farloj kancerin në organizm. Edhe e kanë shu, më mbrojt në djerije, më shku në burg me kry burgin në sore. Ata vllazët e vetë kanë morë, e kanë që shpejt në Zvicër edhe atje ka vdek. Vish njerit fort, nuk kom po, edhe kur nuk kom me haru ke djale, e kom vizatu vetë këto. Po. Shtonë. Sa ka pas emra të mdhenjë të histori që nuk kanë dalën si përfaqe, por individ si ju të thjesht i vendosin në historinë kombëtare. Unë shkrova një poezi për të, në lexuar me pendat e Dushkojës,
u lajmë unë i gazetar Rashita i shkon në bjemi. Tha, ka mundësi me thonë do shënime. Thash, po më t'i japi, po duhet mu interesu edhe prendet e tash që kanë bo një muze në komune. Shumë mirë. Apet më mirë. Këto vizatova për qef, si mu duke si i kom bërë diçka. Sa e mirë. Kalojmë tutje të fotografia tjetër. Mësuesi im i dashur, ti që më mësove shkronjat e para të gjuhës son të bukur shqipe. Urime 7 marsin ditën tuaj. Blerta Frokaj. E tash, unë për 7 mars, kjo Blerta është Frokaj të Planqorit. Nonën e ka ndoket në shkollë Isa Boletini që të që. E pse e ke veçu këtë mesazh prej mira mesazheve që merr njeriu gjatë jetës? Unë kom thonë zonësa se nëse më bjene dhurat, vetëm farë kartolinë ose lullet fresta se nuk e parnoj asë një send që blenë me pare. Edhe kja kishte shkru me syrë që jemi dashur. Nona e kësaj Blertës punoj ke me shkollë para shkollore atëherë në Dujok, ka që janë shumë fjesnike, shumë mësuese e mirë, e kish ma pruni këtë kartolinë, kështu që e moj unë kujtim, po të fotografova atë. Si diçka e bukur. Të rëndësishme janë urimet në kartolina për 7 marsin? Unë e kom pas princip që mos me morë gjo pagesë për nëzonësit. Po. E dini në nëzonës, nështë pas për të vanoj, e dini në nëzonës që e kom pas, fytin e ka pas premë. Në kerë, kër ka bo ndeshje, ai jastek i ka dalë e ka prej aty, e kanë kopë, e kanë punë shkollë. Një mësot që kishte punu para mje me to, tha, ky nuk fol mirë. Nuk. Edhe thash ati, prindit thash, vis me ma punë për ditë vjen shkollë, tha, po ka vis pa përgjyshi në ta punë, thash, një ditë dhe të vjen, edhe erë. Ai nuk mund të mi lidhë këpucat, këpucat e veta. E mojtë shumë kohë, dhe isha përfundu mësimi me ta, e për ditë ja lidhësha këpucat e jazgjedhësha, e këpucat ishtim në vendin e ka posë, që kemë pas tonë të pej krejt klasën, klasë moderne. Një ditë, për ditë i thëmë ati, në zonë që të thashtuj, babit kujtë vjen për Zvicër, se kishë Zvicër, blej këpucat që kapën kështu. Pa lidhësa. A i të vëgënarë prindi, për mi kohë këta me të këshirë të ja lidhë ati. E murë, tha mësus, tha, për kërkoj fale, për qëjë në zonë, të se po vije, qëjë adjallin atje, i ka zënë grusë në kërë. Aja sërë dhe jo, tha, ani merje 50 eurë që jam susit, që pas ka hekë kështë të ja lidhë këpucat. Erdha i vrapë, tha, që ta shuaj që peticion që të 50 eurë, 50 morka atërë. Tha, zëdni, unë s'kom punu për 50 morka, me dhonë 500 stimar. Kom punu, po dërë më mazhdyt, tash detyrën që kom pëjsa vjetë, unë s'kom morë një panoramë për i thmive, një lulli që kom lonë me blje. Lulli kom lonë, vetëm kër kom vizitu në Fërdanije me klasë teme, lulli edhe se cili ka përgadit ka 10 euro, edhe prendit kanë kontribu, ja kem që në Fërdanije. Në shenjë mirënjoje. Kur tha se haroj se së kujtu, tha kush, edhe lulli edhe pare. Vërtet se pas kem dëgjuar, se vizita ka pa fund, por një ndim të kësaj natyre jo, shumë interesante. Më ka mërzit shumë ajo. Ajo është ikone e dhimbjes kështë që hera por që ku më zonë sa pore. Po. Kalojmë të fotografia tjetër? Ditari i Gjakosuri mësuesit. Ky është ditari që më kështë njëllë policinë Maznik në orë. Thëtë, ama ditarin, unë se dhash ditarin, ama e kapje vetëm me shky ditarin, atërë unë i garbite e nëzora, e heka, atërë u kësa fëtë me to, si ku më lonë gjomon e aj mua e më në atinaj. Dhe ti shkrove pastaj ato rrethana në vargje? Ato i shkrova, një Malazir është kolegi i Pende Dushkojës, se për shkru në thanë vargje, atë shkrova poezin, ditari i Gjakosi i mësusit. Ndo këtë ta këmë sjedh një liber, faleminderit janë ditari i Gjakosi i mësusit. Faleminderit, kalojmë të fotografia tjetër. Mirënjohje, pa fund. Këto në disa për mirënjohje se këmë pas edhe tjera, mas ne këmë pas seminarë që këmë kry trajnime, 900 orë këmë pas të kry.
900 orë. Drejtori i ka shënimet ato. Ti pas ke qëndruar, pas ke ndjekur të gjitha Po, trajnimet? të gjitha i kom ndjek. Se kisha kohë dhe drejtori, kush kish tjerë me qumë, që i ke mund të hapërshkon se mirë njoja ajo e maznikit e para, Kosovë Vizion Kontestit. Po, natyrisht. Që ti dedikata e veteranit. Po. Mirë njoje Shkollës, Fanoli, Dujak, pastaj e kjo e sindikatës arsimit, ndërsa kjo në vitin 2013 ka qenë pa leka kryetari, kanë shpallë në tonë më të mirë. Si që kështë shpallën drejtori shënimit, spedizion. Ose që në kona ta këshilltarë pedagogikënore, kom qenë gjithmonë me plane, projekte, kurs, s'kom mundë. Shumë e bukur. Ecim tutje? Kjo është shtëpia në Dardani që kom mbaru, mas luftës. Shtëpia kujtimeve, a? Vllaznin ma kanë ble trullin, që është një vlla tjetër anë, edhe ma kanë ble trullin, e unë e fillë mas luftës se u shkatru mazniki atje, e kom mbaru shtëpin, edhe kopshti pra në mund të anësh mështë kopshti. Je njëri që po e donë kopshtin, a? Kur gjithë nuk blej asë një sandë, gjitha bio i. Sholla qëtë rastit kur del pranvera vjene... Gjithësësi, me shumë të natësi. Kalojmë. Po, pa tjetër. Ecim tutje? Kjo është zonja që kurs mu ka do, gjithmonë meritat që kom pas shkollë në zonë se me atë krejti takojnë kësajna. Kjo ka punu ma shumë se unë ka edhe punë të shpis, por edhe me gjilper, jeleka e këto sene kur pa pare se kalonë familje në fmitë. Në më thonë, mu ka gjithë ma te për kjo se unë. Se isha i angazhume edhe me punë fshatit e me punë edhe këndene. Kështu që edhe e kom lënë vetën gjatë kohës burgimit, me thmije, me... Edhe gjatë kohës luftës? Edhe gjatë kohës luftës. Nuk folëm për luftën? Kjo ka vujtë shumë me nonën, se 2 vjetë ka qenë e paralizume nona. Po. Dhe sa kem prunë gjakovët e një mizë, në përmalë, në shpinë e bashkë. Dhe kjo është për kujdes? Kjo është për kujdes. Jam shumë mirë njohë, si kam shumë bërës. Qëfar të mësoj jeta me jetu me, jetesën me këtë grua? Qëfar morë nga jetesa me të? Po, shi që kjo është në familje o këshinë, edhe atja jonë punëtor, e jonë të edukum, nuk kanë pas probleme kur si familje. E erë në familjen tonë, ishte punëtore, ishte shumë e zut, edhe po mirë po thash ka vujt me nonën, ishala ma ka po adhadi. Se shumë ka vujt me to. E kështu që gjithë jetën, pej martesis desat, asë një mos marveshin, nuk kem pas asë një problem. Cili keni qenë më tolerant? Më tolerant ka qenë kjo se unë problemet e shkollës edhe fshatit kurs si kumë qunë shpi. E kumë 2 vjetë ka qenë vlau në burg, i mërzit si kumë pas kurs, ja kumë qunë këty në shpi që me pas. Edhe kështu që kem kalu shumë bukur. Po. Uroj edhe pjesën tjetës ta keni po ka që të bukur si kështu që po e thoni. Shumë faleminderit. E kemi edhe një fotografi tjetër të fundit nëse nuk gabohem. E kjo është familja një me ngusht. E vajza Shkendia Tahiraj është profesoresh e gjuhës anglezi. Adnoni është ekonomist, mas në ka kry fakultetin e mjekësisë në Helsinki, punon në një spital në Helsinki. Njëherë ka kry ekonomi, pastaj mjekësi. E ka kry ekonomin, ka shku në polici. E kreu shkollën e policisë, ka punu 2 vjetë në polici, tha basë së është detyre për mu, tha më falë. Edhe shku taku me një vajzë në Mitrovic, kërë konë në kurs atje. Ka shku atje, o punësu, edhe ka kry fakultetin 3 vjeqarë për spital, me njerëz me nevojat veçanta. Shumë bukur. Shumë. I kompletuar. E ky Limi punon në spital e Mendorak. Kjo është teknikë e dhamë, mirë po punon tjetër detyrë, s'kem mujtë mu. Po. Kështu që kjo është familja më. E ndjenë që ke një familje të kompletuar me gjithë këtë kontribut jetësor? Po, e di se tash ky djali që jeton me neve, e ka edhe shoqen profesoresh në Dujak, e kanë marrë mas jam dalë unë. Edhe drejtori edhe ata shokët edhe më bonë nërë edhe kështu që jemi familje shumë komplete. Ai djali është i kompletuar edhe ai atje. Shkendia është në Prizren, punon në shkollën me orientim
e në regjistër të kene Maleshe, profesoresh anglishtës, edhe burrin e ka profesor të anglishtes, kështu që kem hecë. Nuk më ka shku unë i dëmë me këta, po s'm ka shku as me vllazit. Vllazit, njëri është inxhinier i zjetarisë. E ka kry normalin këtu, ka shku në Mitrovic, e ka kry inxhinier i zjetarisë, tjetër është profesor i kimisë, edhe i kanë shkollu fëmijët e vetë ata që mos ta them, të jem më modest, një autobus njerëz janë shkollu për njerëzit mia, për fillimtarët mia. Bravo. Po mirë, po kom pas edhe njerëz që në fshat mazik që s'kom pore me shku në provime, andaj kom thonë ti shko në provime për mi paraqit provimet edhe për udhëtim do t'i paguajnë. Kom pas 2-3 në zonë se kom pas ashtu. Më thënë, misionin e mësimdhënësit e ke kry edhe në komunitet. Po, kom kry edhe në komunitet. Po, që t'ju ndihmosh edhe t'ju tregosh sa rëndësishme është që të shkollohen. Duket sikur kjo është fotografia e fundit, nëse nuk gabohem, po, para se ta përmbyllim këtë rrëfim kaq të bukur edhe me kaq shumë kujtime, do doja të merrja edhe nga ju edhe ndonjë kujtim nga lufta. Cili është ai kujtimi që e ke ende të freskët në memorien tuaj? Po unë ushtarën kisha e pata kryer në Knin, 3 muaj ditë një kurs për toger. Po. Edhe mësova edhe alfabetin e luftës atje. Po mirë, po sa interesant është. E mësova alfabetin ushtarëve shqiptar të Maqedonisë edhe të tjerë, e formuam kursin e alfabetit. Ju kom mësu 2 gjenerata alfabetin e gjuhës shqipe, edhe për kraj ja kom mësu edhe serbokratisht. Latinisht kone, serbokratisht. Kështu që ata deshtën me ma ndërprej gjuhën shqipe, thash, jo nuk e ndërprej, ju kam pagu një sini, nëse do një me 2 klasë punoj, atër ma kanë leju, i kom shkollu 2 gjenerata alfabetin në Knin e në Benkovc. E të ashti, qatë alfabet luftës, e paraqita me ishë nxënësit e mi këtu, u bona toger në kuadër të fshatit, të shtabet fshatit. Unë me këtë shtab që i ushtrova kaq mirë, asnjë regrut nuk u plagos, nuk u vra në luftë që shkun, nuk u kacafytën në mes veti, u bon tamam. E herën e parë, mas pare, kom shku në Varnos për me mbrojt me 29 maj 1998 e ka sëllu stacioni policisë Qallopekit, tash mas e hinë mas për të valoj, hinë Varnos, më të parën herë të ka hip në kodrën mi Varnos, e ka gjujt gjamin e Varnosit, e ka shkatru, ka djekë krejt. Mas në i ka njësë me hinë për fshatën, unë kom shku i pari që kom shku me tokë temin, edhe jo kom ndërprej kalimin në mranda në fshatë. Ata e ndytëru me shku në tengë më najt atje se jo me dalë më. Kisha armatim edhe i kisha të përgatitur. E adit shumë shpejt e lëshu në Varnosin edhe ikin. Kisha rast edhe në Pole, në Vëgjan poshtë, aty në Lugagji, me intervenu me tokën temë. E një rast ma tragjik që kënë, maznik gjyten me datën nduket 10 prill 99. Gjyten me gjitha lloje armatimet e shkatrur mazikën krejt, nesit e nërë kam me hi. Që shku në Xhabel Plak i kanë pas janën, e tash smujta më dru, i thëm njëni të vllani si kesh një snajper, unë e kisha një armë me ma të vogël, thash ma jep i herë, du me shku me kontrolu. Erdhe një djalë me mu, po me atë djalë unë ndova, kur tha po shkoj dhe në shpi, tha thëmë thmive, ikni, që mërëshin sanë me hongën e për shpi, tha po i thëmë vrap, sa e më shku në shpi, aqë shpet kanë ardhë, pak pa në hinë shpi teme. Atër kom ikën për tjetër në për lumë, në ndalë në kodrë aty, shumë afër. A djallit tash vjen aty, ku më lemë më aty. Ata të qelë derë me hinë e borë, me janë gjithë aty. Ata që kom gjujtë snaperë. Nuk e dija është vra, është gjua i parit, të tjerë tonë për tokë. Ky djalli i kjerë të tonë, të tjerë të rinë një maznikit, shkune edhe gjysa policisë me në zona të anena, edhe aty një i kënë godit me slakti. Kështu që për një gjysor jemi gjujtë me zveti. Po mu më ka pështu se s'kisha fishek shumë. Më ka pështu jehona e krizme ty në ja këthej ke lugi. Thuti, sukur mi porësit zoti.
Kështu që u bë krizë me shumë e madhe, ata ikin sa më shpejt, shku në bazë kur patën xhebel plak, edhe që kjo më rëndësishme. Po. Faleminderit shumë për këtë rrëfim të sinqert edhe shumë të pastër. Uroj shëndet. Uroj të na sjellësh edhe poezi të tjera, sepse po kaq aktiv sa jeni, presim edhe poezi të tjera. Faleminderit. Faleminderit juve që më mundsut. Ju lutem me shumë kënaqësi. Kemi përmbyllur këtu të dashur miq diskutimin e sotëm me njeriun e shumë vlerave kombëtare, zotin Hysen Tahiraj. Vazhdoni të jeni me ne, të na ndiqni edhe në rrjetet sociale, pse jo edhe të na propozoni personalitete të tjera, të cilat i presim me shumë dashamirësi. Takohemi të martën e radhës, mirëmbëjtje dhe javë të mbar.